që ka mby, nuk i ka marrë. Atë varësisht prej mesazhin, varësisht prej pojna mirë, po sa i përket përfshirjes se zotit Lima në koalicion, ai do të është diçka nashta domosdoshme sepse nuk e kemi na luksin. Mirë, po ju jeni të gabuar me sa e kuptoj. Unë shoh domosdoshëm për shkak të situatës. Mirë, po jo dobishëm. Edhe ai nuk duhet të kuptojë se një veprim me qeveri Gaza pa qeveri, tash sipas teje. Po unë thash, i domosdoshëm, por jo i dobishëm. Sepse e di çfarë procese kem në Amerika mos po na vet, Ukrainës po don me vetë që thonë prit me bë filma tash me prit zgjedhje mas zgjedhje. Mirë, po do të merret me shumë rezervë dhe nuk duhet të kuptohet që fatmilive bën një veprim kombëtar se pa kyçën qeveri juaj bën një veprim. Ja ka interesin e vet e don kulaçin fiks, edhe vendosës i konvenon. Mirë, po vetë do si konvenon për shkak se a dëmtohet nisma, a dëmtohet masane janë zgjedhje që e vendos qytetarët. Nisma nuk ka ku dëmtohet më shumë. Është interes, anasir to bi. Albinit i konvenon me vardhë qeverin, me ato me plan programe vet, nisma do me marr hisën e vet, pik. Kjo është interes. S'kem çam me shef na këtë. Unë pas kolegën ndër, do me kuptoj hisën. Çfarë hisë mund ta ketë? Po sa i përket pretendimin e kryetarit të kuvendit as nuk duhet të jetë temë diskutimi ajo. Aja është diçka që jashtëzakonisht. Pse nuk aja ka një grosht vota? Mirë, po edhe 3 ministri prapo është jashtëzakonisht kërkesë e madhe, sepse nuk është koha kur buxhet pasojë pas përfituat më tepër se gjysmë e qeverisë dikon ato zgjedhjet e 2018 për shkak një 5%. Mirë, po aja mund të merr një ministri eventuale, është dy dikon prej ministrive që janë jo domethënë se jo ministri i punëve të brendshme, jo të financave, jo të infrastrukturës. Absolut. Mendon që Kurti nuk e lejon? Apo do më na kthej apet më hek asfalti si një brim që vjet se kanë ndodhur më herët jo. Apo më na kushton në asfalti edhe apo më na kushton kilometër liberali kilometër ndërsa shembull në Serbi ka kushtuar 4 milion, do thotë ato janë shifra marrëmendse. Apo ajo ku me 53 milionë ty. Unë kisha menduar që një ministri diku të kulturës apo eventualisht diçka që ka të bëjë se nuk ka ndonjë rol, domethënë, mirë po jo ministri e ka po nuk e ka buxhetin, sepse jo kuptohet ato qëra. Ka ministri që ka 300 milion buxhet, ka po jutave që edhe bashkë ashtu me nëm vlerësues besoj që edhe zoti Lima bën çat pozicion apo të ndash me fund një realitet. Po ai vetë rase rezultati përfundimtar i zgjedhjeve po faktikisht Lima është sikur nga çysh politike. Atë pak çysh për shkak. Sikur një njeri ka smundi kardiake dhe ka infarkt. Nëse shkon çikoko i çitës së ndap shton, vazhdon edhe 10 vjet pas mët. Edhe zoti Kurti e ka momentumin e caktuar, zoti Lima po ja ofron, kuptohet se do të më dhon pak se po është kjo një interes të dyanshëm fakt, sepse edhe Kurti po duhet domosdoshëm po jo i dobishëm, jo për të përshëndetur për shembull, sepse është një koalicion i zorë. Shumë procese ka shumë procese, mas pare e dim situata sigurisë. E mbledh kryeministri jo i respektuar Këshillin Kombëtar, rrezikshmëria. U arrestuan të shtundën ata ETJ, plus sfidat që e presin Kosovën, Shtetet Bashkuara të Amerikës, administrata e re, Trump, shefe që i bën Ukrainës, neve nuk na bën sop për një prandaj po them, është ne nuk kemi luksin me shku zgjedhje mas zgjedhje. Por ato thonë do të më shumë, Albin Kurti pak më shumë se luksin për me shku zgjedhje. Unë mendoj se këtu duhet një analizë më e detajzuar. Edhe plus të shpajtohen atë që në zgjedhjet do të antroposen shumë shpejt, jo, shumë shpejt zgjedhjet tjera. Po, zgjedhjet komunale, po. Precedenti për ata që nuk e dinë, sepse shumica e dinë, zgjidhet përmes përfaqësuesve, nuk zgjidhet përmes publikut, sikur që shumë shtete demokratike kanë në referendum. Thash, pse Kosova ka lënë për me dokullaçi, Kiet me referendum zgjedhja e presidentit? Zgjedhje drejt për drejta. Zgjedhje drejt për drejta presidenciale, do thotë. Jo zgjedhje përmes përfaqësuesve, nuk është shkaqur referendum, mirë po zgjedhje drejt për drejta. Një farë formë bën referendum gaz. Po, okay, në indirekt i bën referendum. Por me kuptu opinionin se na mundna me kuptu juridikisht. Unë ti, po opinioni që bën ashishën, për shkak nuk e di. A kështu kur ti thu referendum me dën ma thjesht ma troç apo dhe? Se cili zgjedh për ato pavarësisht partia do thotë të mund me shku dikush pa partie që nuk e çon askush. Mjafton. Ja lejon, ai merr vota të diçka tjetër, të subjektive. Mirë po unë mendoj që ky koalicion që mund bëhet, ky nuk mund të jetë gjatë sepse në prag kemi zgjedhjet komunale dhe zgjedhjet presidenciale. Zgjedhjet komunale mund mos pas të një impakt, sepse aty nuk kanë diçka efekt juridik sa i përket nivelit më të lartë. Mirë, po të zgjedhjet e presidentit atëherë patjetër do të pas shumicë të kualifikuar që nuk kupton mbi 80% të deputetëve, numrit përgjithshëm të deputetëve, prandaj duhet me qenë patjetër me pas të vota dhe nëse nuk kemi na ndryshime kushtetuese deri atëherë që presidenti mos zgjedh përmes votave të drejtë atëherë ose kemi me shku në
zgjedhje të reja, apo ose mirë po, ato zgjedhje kur kemi shkuar, do të bëjë koalicion për dikën se asnjë parti ne nuk e kemi që mund të marrë jo, në këtë rast mbi 60 më tepër % se çfarë duhet të thotë në deputet. Rasti kur zgjedh zonja Vjosa Osmani ka qenë një lloj marrëveshje me deputetët e DK sepse kemi shumën e korumit për të qenë për të plotësuar kushti për të mbajtur votimin pastaj edhe pjesa e Lomera Dixhiku zgjedhjeve. E ka bë Vjosa Osmani presidente, din botërisht, s'kem qa me mshef. Po mirë po me aminin e Adi Gjikët, zonja Osmani së të këzën postin, pikës aja. A mendon që zonja Osmani mundet pak të mënyrë hipotetike me gjitha ato farë ofendimi që kanë pas me zveti, edhe me njës të vetë, edhe me qeverin Kurti që mundet me marrë dhe një mandat si pas teje. Shtë, në politikë ofendimet kalohen. Jo, ofendime ka pas bajagegaz. Ne e dim kush ka pas raporte marrë mesore se për dy pas lutë. Lutna. Mi po kanë qeveris pasaj dikon. Atërë kapët lutna. Veç pak. Kanë qeveris pasaj 20 vjetë bashkë. Veç pak. Po dojna miqisenet ashiqare. Në LDK e dim që njerëz në konë të kapën. Pik. Që janë edhe sot. Ja, tash njënë u largu, njënë është hale. është plak, gaz. Njënë është plak hale, po ka fëqi. Po ata të kapën që o konë, i shkreti tash isa shumë akademik profesor universitar. Aj, më shokit tonë, s'kisha me bo edhe i ka ngu. Tash s'po mundet, se s'është e kapën. Por sa më si kur t'je një hipotek, e me një kredi në bankë, të nëse se pagun këstin, a i të merë edhe tash, edhe këta. Një pjesë e madhe LDK-s, lider shpirtore kanë një president Hashim Thaçi, bendo, një pjesë e madhe tyne. Oke, pse janë ata në LDK, mirë, po lider shpirtore kanë ata. Prandaj, Unë nuk e besoj që kanë ata. Shumë rezervë çdo lloj koalicioni nëse dështon. Janë interesat e përbashkëta, ata 24, po nëse dështon koalicioni me nismën, me subjektin nismën, se as partisë na mësuesin e pse dim sa Halila, e kam një pyetje. Një koalicion nismë dhe vetvendosje, kë do ta prodhonte president? A do të ishte një vazhdimsi e Osmanit ose një mandat tjetër për president apo jo? Po nuk mjafton. Nuk i mjaftojnë vota, sepse nisma edhe pjesa e minoriteteve jo serb, edhe vetëvendosje me guxon, dhe ku mund me arrit mas shumë të 61 deputet. Ato duhet me qenë shumicë kualifikuar. Të dhe qenë të pranishëm komend. Të pranishëm një jo, po edhe që duhet me votu pro të dhejt, për shkak se kemi të bëjmë me shumicë të kualifikuar, dhe thëtë. Nëse herën e tretë atë për qeverin mundet me gjallë një deputet formohet. Mi po që është prezidentu diçka shumë më komplikuar. Tash Lisa Stërbekom -1. Halime për ty? Unë nuk e mendoj që mund të vi zonja Osmani, unë e kam thonë edhe të ju edhe në përstudiet tjera se zonja Osmani e ka përfunduar karrierën e saj dhe sido që tjetë mund të vi, unë që kom thonë... A mund të rikthehet në politikë prap? Po, a mund të kthej, po jo si presidente, eventualisht mund të vi për presionit madh me zarë fejapet si kënë rasin ati fetës. Për mos me shu shtetin në zgjedhje. Mundet edhe kjo është kualifikim që mundet të vi si kënë rasin e zonës Jajaga që ka arë zarfi edhe këta s'ka ngëzoft me bo asnjë. Absolut, por mos me shku Kosova në zgjedhje se nuk e përballon as me para se dihet 6 milion po shkojnë, tash në zgjedhjet edhe komunale thamë edhe këto shumë jetë. Që unë mendoj kështu. Zotri Kurti nuk i nështruhet zarfeve. Mund tjetë e dashëm për të, mund tjetë e dashëm për subjektin. Presionin e urës. Po nuk i aja ka qenë diçka më mirë. Kur thot Amerika gaz, vallaj, na veç mujna me e bo aminin. Mujna me e bo mirë, po mujna mështim me Amerikën. Unë e mendoj si qytetari i thjesht që Kosova dhe Ballkani dhe shumë shtete nuk mund mështim me SBA. Qatë vim për SBA-s, na veç na bojnë merë dhe për një aminin. Koha e politikave të shantazhuar ka perënduar. Jo, mos ka shantazh